e aferës CESDIA dhe është kërcënuar publikisht nga Ilir Meta para se të publikohet kjo dosje, ka marrë mesazhe të koduara publike. Ata që e kanë ditur që Elvis Mataj ishte kthyer në një farë mënyrë një lloj bashkëpunëtori të SPAK-ut, është sulmuar nga Ilir Meta, ashtu siç ka sulmuar edhe Endrit Brahim Llarin, i cili ka rrëfyer për çështjet e lobimit. Pra, janë disa personazhe që kanë rrëfyer të vërtetën për rolin e tyre në ato afera të dyshuara korruptive. Ndërkohë ka qenë edhe një këshilltar i Dritan Priftit, i cili është mbyer në rrugë dhe nuk është gjendur më. Ka ndonjë lloj hetimi për ta bashkëmbëllur si çështje? Bëhet fjalë për Eduard Belegun, mos gabohem. Nuk ka, kjo çështje nuk merret, kjo dosje nuk merret me këtë ngjarje të rënda, është zhdukur pa gjurmë. Dyshohet që është zhdukur nga grupe të caktuara interesi për shkak të dienisë së tij për trafikun e naftës Virgin, por që nuk ka ndonjë hetim dhe pistë konkrete për fatin e tij. Okej, ka pasur edhe akuza për metën për këtë naftën Virgin, apo nuk është marrë njëri për momentin, janë përqendruar te këto? Dosja në fjalë nuk është fokusuar dhe mbase mund të ketë hetimet më tejshme për këtë aferë korruptive, por që kjo aferë ka qenë fakt aferë ekskluzive e Sali Berishës, më shumë se sa e Ilir Metës, dhe ka qenë një aferë nisur nga Sali Berisha, si shumë afera tjera, dhe pastaj me bashkimin që ka bërë me Ilir Metën, e bënte pjesë të aferave të tij, se ka akuza për implikim, ka akuza nga Dritan Prifti për implikim të Metës edhe në këtë episod korruptiv me naftën Virgin në bashkëpunim me Agron Kuliçajn. Po shikoj këto se po është, domethënë shifra 870.000 euro, 2.470.000 lek, 600, domethënë lekët fara kungulli. Është interesante sepse skema është 144.000 euro. Skema është klasike. Gjenden disa kompani, gjenden disa biznesmen miq, u kalohen shërbime dhe para publike me kontrata abuzive dhe korruptive, dhe këto biznesmen kalojnë parat në disa kompani tjerë bija dhe si përfundim parat përfundojnë një pjesë, jo të gjitha, sigurisht se cili si pas rolit do ketë pjesën, përfundonin tek arka e Fatime Kryemadhit. Dhe pastaj Fatime Kryemadhi blinte apartamente, blinte toka, jepte para për shërbime estetike, për shërbime shëndetësore, për fushata zgjedhore, për fushatën e partisë, pra nxishte nga arka që mlidhin nga këto afera korruptive. Kjo është e gjithë panorama e kësaj dosje. E qartë. Bëhet fjalë për një mazënim i 4 deri në 12 vjet, apo jo? Në fakt bëhet fjalë për 8 deri në 15 vite burg, sepse është akuza më e rëndë është pastrim parash në shumë raste dhe në bashkëpunim. E cila me sa kuptoj unë është e vërtetuar, paktën nga këto lëvizje pa deklaruar origjinën e tyre. Mjafton të merret vetëm episodi i pastrimit parave me apartamentin duplex në blok dhe konfirmohet kjo vepër penale dhe në bashkëpunim është kryer nga Ilir Meta, nga e shoqja Monika Kryemadhi dhe nga vjerra Fatime është marrë në Fatime Kryemadhi. Nuk është marrë çuditërisht. Ndoshta edhe për shkak moshës, po gjithsesi për shkak moshës mund shpëton nga masat ekstreme të sigurisë, por nuk mund të shpëtosh nga ndjekja penale. Nuk parashikohet në dispozitë ose në kodin penal dhe kodin e procedurës penale që persona që janë moshë madhore të shpëtojnë nga ndjekja penale. Ky njeri nuk është marrë kur me biznes, sepse kam lexuar intervista kur thotë po më do ndihmoja vajzën time. Kjo nuk është marrë ndonjëherë as? Po, është marrë me biznes. Një shoqe e saj ka deklaruar që ka pasqitur qep në qytetin Studenti. Pra, ka qenë një shitse, siç janë shitësit ambulant, që shisnin qep, domate, kastraveca, etj. Është një biznes që i ndershëm,
që e bën shumë shqiptar, fisnik, por që vetëm mbijeton. Por që nuk mund të blesh vilë dhe apartament duplex në blok. Vila e Lalzit është një vilë e cila kur u bë me palmat të sjella me helikopter, me drekën e famshme, ditëlindjen e famshme të tij ku ftoi 500 veta, me një vilë që thuaj me 11 banjo, bërë edhe një emision për këtë, ku kishte edhe macja banjëve. Nuk është përfshirë në këtë dosje, me sa duket ka patur hetime në këtë linjë, por duket që vila në Gjin e Lalzit është kopsitur nga ana ligjore, është justifikuar nga ana financiare. Sepse është justifikuar? Është justifikuar sepse e ka shkëmbyer të vilë me disa dyqane tek pallati që kishte Monika Kryemadhi në Astir. Dhe me sa duket hetuesit kanë parë ka fituar apo nuk ka fituar biznesmeni që ka shkëmbyer këtë vilë me disa dyqane, i mbetet këtij biznesmeni që mund të ketë bërë një lloj favori, si thuash, Ilir Metës, duke i dhuruar një vilë me vlerë mbi 1 milion euro për disa metra katror dyqan. Që në Astir në atë kohë nuk vlenin as 500 euro metri. Por, gjithsesi është një marrëveshje dhe me sa duket hetuesit nuk kanë parë elemente veprës penale. Edhe pse shumë e çuditshme gjithë historia e vilës dhe e pallatit, që pallati është ngritur, që ta dije publiku, është ngritur vetëm me 50 milion lekë të vjetra kredi. Adriatik, kujtoj që Tremonti, ministri i famshëm i ekonomisë italiane, va dorëheqjen dhe u kaluan në ndjekje penale vetëm se kishte deklaruar blerën e një apartamenti që kishte blerë në qendër të Romës përballë Koloseun, bëj fjalë për një 500.000 euro më duket. Kishte deklaruar një vlerë nën vlerën imobiliare dhe ai tha që mua miku im më bëri nder, tha. Dhe i tha pse duhet të bënte këtë nder ty pikërisht në momentin që ti ishe ministri i ekonomisë. Dhe ai dha dorëheqjen dhe kaloi në ndjekje penale. Nuk u dënua sepse diferenca ishte e vogël. Por ministri i Italisë për një apartament, kështu që më bën çudi, gjithsesi ndoshta i ka dhënë dallga me gjithë të tjera, kanë thënë le kush po merret me këtë domosdoshmë. Është standard shumë i lartë dhe është një dimension krejt tjetër në raport me vulgaritetin dhe korrupsionin vulgar, si thuash, të trashtë të këtyre politikanëve tonë, ku bëhet fjalë për miliona euro të pajustifikuara, sepse kanë hyrë në politik, Ilir Meta ka hyrë në politik me një golf dysh, një apartament parafabrikat dhe me një golf dysh që është hyrë te Tajvani për naftë, se s'kishte naftë. Dhe sot është ndër politikanët më të pasur në Shqipëri, ndër më të pasur. Sali Berisha ka hyrë me një apartament 67 metra katror në pallat parafabrikat. Dhe sot pasuria e tij në emër të fëmijëve është të paktën mbi 20 milion euro. Mbi 20 milion euro duke të deklaruara. Bëhet fjalë për pasurinë e deklaruar. Se ne nuk mund shtim fallë për pasurinë që ata mund të kenë fshehur në emër në offshore ose në emër të biznesmenëve të caktuar. Pra pasuria e deklaruar është mbi 20 milion euro dhe kjo pasuri është ngritur përmes përdërimit të pushtetit për interesa dhe për pasurimin e familjes. Fakt që është reflektuar edhe në motivacionin e vendimit Departamentit Amerikan Shtetit për ta shpallur në ngrata. Çuditërisht Meta nuk është shpallur në ngrata, megjithëse u fol që do shpallej në ngrata, po Meta nuk u shpall në ngrata. Këndo informacion hetime të tjera në përduar politikanë të tjerë? Me qënë se jetë e banda e Spakut? Me qënë se jam të banda e Spakut, po hetohen koncencione, po hetohen tendra. Ne folëm gjatë për Sali Berishin dhe Ilir Metën, po në fakt shpata e Spakut ka prerë në anën e pushtetit, dhe kjo është një gjë e mirë dhe pozitive, sepse
është ky pushtet që menaxhon parat dhe pasurinë publike prej 13 vitesh gati, dhe janë në burg pa arrestohen deputet që japin mandatin, që lënë mandatin, kryebashkiak që hiqen, që dorëzojnë mandatin, ish ministra, ish zëvendës kryeministri është narrati, ministra, ministra të tjerë. I është pranuar? Nuk ka ndonjë informacion, ka aplikuar për azil, por vështirë është për shkak të fakteve që janë publike që t'i pranohet azili, po megjithatë ne do jetë një precedent, sido që t'jetë vendimi. Patjetër. Pra janë drejtorë në nënhetim, gjysma e qeverisë gati, gjysma e ministrave janë në nënhetim për të dyshuar për veprimtari të paligjshme dhe korrupsion dhe shpërdorim detyre. Kur më parë nuk ka patur një aksion të tillë nga drejtësia për hetimin, për goditjen e korrupsionit dhe krimit të